E nisim pjesën e dytë të programit miq me falënderime për ata që mbështesin programin ton. Faleminderit nga zemra kompanisë farmaceutike Cofo Pharma, faleminderit kompanisë sigurimeve Sigal, faleminderit ujit qafshtama. E do të vijojmë me një problematikë sensitive që na shqetëson shpesh së fundi. Ne vijojmë në për programe e sidomos në Hipokrati të tregojmë për dëmet kolosale të duhanpirjes. Njëherë dëgjohemi, njëherë nuk dëgjohemi, gjithsesi ne do vijojmë ta bëjmë. Për këtë dhe më tepër, unë kam të ftuar sot në program mjekën pneumologe Klodeta Grosha. Mirë se erdhe e dashur, sot do jemi të prerë dhe do tregojmë realisht, jo me buzëqeshje, por me urdhër dëmin që bëhet dhe pse njerëzit duhet të lënë përfundimisht duhanin. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe. Është shumë e rëndësishme kjo që thoni, sepse duhet vërtet të jemi shumë serioz dhe të prerë në këtë çështje. Për fat të keq, numri i duhanpirësve është rritur ndjeshëm. Dhe sa vjen e rritet. Po. Është rritur ndjeshëm jo vetëm tek moshat e rritura siç kemi patur deri tani, por është rritur edhe tek moshat e reja. Supozoj që nga mosha 15 vjeç e lart kemi një rritje shumë të madhe të numrit të duhanpirësve dhe në mënyrë të pakontrollueshme. Kjo nënkupton që me kalimin e viteve, nëse ne supozonim që sëmundjet kronike të mushkrive fillojnë mbi 45, 50, 60 vjeç, tani pretendoj që do fillojnë edhe më herët, sepse edhe duhanpirja fillon shumë më herët. Për këtë marrshkas, duke konsideruar që muaji nëntor në një farë mënyrë konsiderohet edhe si muaji i ndërgjegjësimit ndaj sëmundjeve të mushkrisë, qoftë kjo infektive, kanceri, duhanpirja apo sëmundje të tjera të transmetueshme, virale, bakteriale. Në Shqipëri është rritur shumë në mënyrë të pakontrollueshme duhanpirja tek të rinjt, si cigaret konvencionale, por edhe cigaret elektronike. Dhe problemi që ndron, nuk di të them të jem e sigurt që në botë janë të kontrolluara shitjet e cigareve nëpër tregje për moshat e vogla, por në vendin tonë janë të pakontrolluara. Dhe ti mund të blesh në çdo vend, çfarë do lloj moshe, cigare. Në fillim mendoj se fillon për të rënë në sy tek njëri tjetri, se moshat e reja 15 vjeç edhe nuk din ta kuptojnë se çfarë të shkakton ajo. Ju duket vetja si të rritur dhe po, për të rënë në sy sikur të rritur dhe kjo do i vinte më në pa. Kashi shokëve apo shoqeve të tyre, pa menduar që pasojat e tyre fillojnë shumë më herët nga ç'u pretendonin dhe fillonin më përpara. Ndoshta këtu duhet një punë shumë e vëmendshme e prindërve dhe mësuesve, doktoresha, përveç pasaj pjesës tuaj dhe gjithçka tjetër që do flasim, do trajtojmë në program. Unë do thoja që janë të dyja palët. E para janë prindërit, që në rast të parë të kontrollojnë fëmijët, në rast të dytë të kontrollojnë dhe veten, sepse nëse prindërit janë duhanpirës vetë, do ta kenë pak më të vështirë që të orientojnë një fëmijë që mos jetë duhanpirës. E dyta të jenë edhe shkollat. Në moshat e reja patjetër që mësuesi ka një rol shumë të rëndësishëm dhe duhet të jenë shumë më të kujdesshëm i gjithë stafi, si mësuesët drejtoria apo deri tek pjesa e rojeve dhe të oborrit të shkollës. Dhe e treta, mbi të gjitha, është ajo e shitjes. Sepse po që e kontrolluar shitja, do jetë edhe më pak problematike për pjesën e blerësit. Kështu që është e gjitha bashkë që duhet të jetë nën kontroll. Dhe duhet të jetë një iniciativë shumë e rëndësishme nga të gjithë, sidomos nga prindërit dhe të rriturit, sepse po fillon që të kemi fillimin e sëmundjeve pulmonare që nga më të lehtat, por edhe tek më të rëndat në një moshë shumë më të re. Sidomos është rritur edhe numri i kancerit të mushkrive, tek femra dhe tek meshkujt. Dhe një nga arsyet shumë të forta është pikërisht duhanpirja, doktoresha. Po. Kemi thënë, do vijojmë ta themi në fakt. Cilat janë dëmet që shkaktohen nëse duhani fillohet në moshë të re? Fillon një inflamacion kronik i mukozës bronkeve, duke filluar që nga trakti i sipër i mushkrive në bronket kryesore, në mushkri deri në alveola. Por është një inflamacion i përsëritur ndërkohë, derisa të dëmtohet pjesa mukozale, epiteliale e bronkeve, e veshjes së brendshme të mushkrive dhe të bronkeve, dhe kjo kalon në një bronkitë kronik si fillim. Pastaj vazhdon përsëritja, duke u thelluar më shumë sëmundja që mund të shkojë edhe në SPOK, në një sëmundje të mirëfillt të kronike të mushkrive, me emfizim pulmonare, me dëmtime të alveolave, që është ajo pjesa e shkëmbimit të gazeve
të dioksidit të karbonit me oksigjenin, shoqërohet pastaj me një insuficiencë respiratore, me një dëmtim kardiovaskular dhe mblidhen të gjitha bashkë pastaj që bëhen me sëmundje komplekse me kalimin e viteve. E qartë. Ndalojmë pak te spoku, doktoresha. Çfarë është dhe ndodh gjithmonë në moshat e treta apo për shkak të fillimit të duhanit në moshë të re mund të shfaqet edhe më herët? Spoku quhet ndryshe sëmundja pulmonare kronike obstruktive, që do të thotë bronket tona fillojnë që të kemi më të ngushta, në fjalë të thjeshta që të më kuptojnë të gjithë, dhe me një inflamacion dhe një dëmtim të vazhdueshëm të gjithë traktit respirator. Është një sëmundje që shkaktohet ndër vite, nuk bëhet në mënyrë akute. Një ndër faktorët më të rëndësishëm është duhanpirja. Dhe në qoftë se ne kemi shumë vite që jemi duhanpirës, patjetër një përqindje e lartë e këtyre personave do të shfaqin sëmundjen e spokut. Por, më përpara ne e konsideronin spokun si sëmundje e moshave të vjetra, ose të paktën të personave mbi 60 vjeç. Sot nuk konsiderohet më e tillë, sepse duhanpirja luan një rol të rëndësishëm te shfaqja e spokut, por kemi edhe faktorë të tjerë. Kemi ndotjen e ajrit, kemi tymrat që ne po i thithim çdo ditë, kemi persona që punojnë në fabrika, në pesticide, në shtëpi me lagështirë ose që kanë përbërje të tjera. Kemi pastaj edhe pjesa patogjene që mund të kenë në deficit të alfa-1 antitepsinës, që është një ndër rastet më të veçanta dhe është gjenetike që nuk kemi mundësi që ne ta parandalojmë. Por faktorët e tjerë kemi mundësi që ne t'i parandalojmë. Në momentin që në mushkëri shfaqet problematika më e rëndë, që është kanceri i mushkërisë. Edhe kjo ka të njëjtat shkaqe? Një faktor i rëndësishëm po. Ndryshe konsiderohet që kanceri i mushkërive, 85-90% të rasteve, tek pacientët që janë të diagnostikuar, e ka origjinën nga duhanpirja. Dhe në studimet e fundit thohet që të gjithë personat që janë mbi 40 vjeç, 45 vjeç, që kanë më shumë se 15 vite që pinë duhan, duhet patjetër të bëjnë një ekzaminim të detajuar për të diagnostikuar rastësisht ose parandalimin e shfaqjes së kancerit. Të paktën ekzaminime të bazë laboratorike dhe një skaner të mushkërive me low dose, në mënyrë që mos marrin dhe rrezatim të theksuar. Dhe gjithashtu një spirometri që duhet patjetër për të parë funksionin e mushkërisë. Të paktën një spirometri bazë.